Mirëmëngjesi! E kam karikim baterinë e kamerës, për që atë do të përdor pastaj, po thashtë të nisim i herë duke thënë mirëmëngjesi kështu. Mirëmëngjesi, si jeni, si kalut? E reja ime është që kam bë buzët filler në Tiranë, edhe sa i bana krejt në rregull, pastaj u ktheva në Itali, edhe direkt ftoti ndryshimi i modit, se në Tiranë ato ditë ishte super, pavarësisht se ka ra pak shi, po super ishte. Këtej ftohtë, akull, edhe më plasën buzët, tani më janë shëru, por në qoftë se doni këshill nga ana ime. Një këshill nga ana ime është që për buzët kur plasin, ky është seni më i mirë që ekziston. Connettivina Stick. Tash unë fat kallëzoj. Kushton 8 euro, faktën këtu në Itali nuk e di sa kushton në Shqipëri, por atëherë do shkoj të bëjmë gati se mazite kam e ta kulisën, edhe pastaj du me bë thonjt se tani të bëjmë thonjt, nuk isha dot kështu. S'ashtu marrë në men asnjë thashë them. Shumë budallikun e kam ba, sepse rregullova thojzat, po nuk vuna lentet. Tash mund me thënë se shoh, pak a shumë. Po se prap ma mirë se me syze nuk shoh, po nejse. Make-upin e bona. Thonjt i rregullova, lentet i kam vu, e di qa mungon tash outfiti. Që të veshim. Moti shumë e bukur sot, gjithsesi pak fresk. Ka mundësi të veshim këto jeanset. Kjo mirë do ishte me hekur ros. Sipër i fusim këtë gjaketën, po shkojmë në hekrin se është pak me rrudha. E unë su ndal me gjithë të rrudha. Dhe vesh këtë roz. Mia! Nga që gjaketa që po vesh është pak ma e lehtë, thash ma mirë të vesh diçka me jak. Edhe plus që kjo roza kombinon perfekt me thonjt. Po vesh lapushi jem ti si ma qet veshin, si ma qet veshin. Që kur jam kthy për Shqipëri, se sikur nuk po më shtyhet jeta këtu në Itali. Ka baba jat. Edhe gjithmonë menoj, si ka mundësi që ne që jetojmë këtu dona me u kthy? Do të thonë ky brezi jon i ri, se për shembull mami im s'do donte me u kthy, sepse menon që ka kriju stabilitetin këtu edhe, do të thënë ka mu edhe Davidin këtu vllajin, edhe menon s'ka sens të kthehem në Shqipëri, se fëmin tim i kam këtu. Po që se unë kthehem në Shqipëri, edhe gjithmonë them si ka mundësi që ne dona me u kthy. O nosha sepse i kemi mundësit edhe prindrit tanë kanë hik, sepse nuk i kanë pas mundësit me ne, jo mundësit me ne, po do thënë për me kriju diçka ma tepër, ma mirë. Se kanë hikë se s'kanë pas punë tjetër që me bë. Nuk e di, do me thanë atje, sinqerisht, po të jesh në një gjendje mjaft të mirë, të kesh një punë të mirë, besoj që jetohet mirë. Unë nuk e di pse njerëzit e shajnë kaq shumë Shqipërinë. I ka 700.000 probleme, po mos meno se Italia nuk i ka. Për mu, shtetet që jetojnë mirë duhet të jenë, besoj, me që kam gjuhë, shtetet e Evropës të Veriut, ato po, edhe Kanadaja. Tash pikësynimi im është, pa puna duhet me gjetë naj burr me letra, unë Kanada, edhe me hik raket, ose me gjetë naj biznesmen të madh në Shqipëri edhe u kthy me jetu në Shqipëri. Po bëj shaka, okej? Se fillojnë komentet pasaj, jo po, pse duhet me anej, duhet me këshu, duhet me ashu, bani vetë që do me ba, krijoje vetje të tanë, leku tanë, tu e krijuje mi ora ba, vash a vash. Pasaj femra jena, pse mos me gjetë dika me na thjeshtu jetën? Pse? Pse mos me gjetë? Shtetet që unë kisha hik për shembull, kisha hik në Zvicër, kisha hik në Gjermani, në Anglisë kisha hik të motit cop, edhe Gjermania keq, ku prap Anglia ma keq. Sepse unë jam tipi i personit, e besoj që është e vërtet gjithanej kjo, që në qoftë se ke një bazë të mirë, mund është me jetu mirë gjithku. Edhe në Shqipëri, s'ke nevoj me hikja shtetit, veç se unë flas, po nuk e din qoftë se doja kisha dal, qoftë se doja kisha bo sakrificë, dashurie, ndoshta po. Nuk e di nëse doja kisha dal vetëm sepse kam një rutinë time këtu në Itali, edhe kur i kjerë pushime në Shqipëri, me zip press me u kthy, sepse tashma kam rutinën time këtu, edhe më duket shumë e çuditshme. Ose ndoshta ka të baje fakti që nga që rri në Shqipëri pak, edhe kur rri pak, thjesht dona me bë qef, edhe jo me bë naj kush e di se qa, punë. Ndoshta po të rria ma shumë, do dija edhe me kriju rutinën time edhe në Shqipëri,
ose kudo që të isha. Kështu që tash e keni në dorë ju femra. Nëse dona mu bë kunata, a keni ndaj vlla? Të bë kanalin e YouTube-it përputhen. Po bëj shaka, sinqerisht po bëj shaka, Po bëj shaka. Kam menu me nis një podcast. E kam menu vet, disa njerëz pasaj ma kanë komentu në Instagram. Edhe ashtu ky menimi që qarkullon trunin tim, a me hap podcast apo mos me hap podcast? Po me hap që të jetë edhe video në YouTube. A me hap italisht, a me hap shqip, se tashma kanë bërë këto rrjete sociale shumë kaos, se edhe i kam italisht, edhe i kam, edhe kam TikTokun italisht, edhe kam TikTokun shqip, YouTubein e kam shqip, Instagramin e kam italisht, edhe ka herë postoj edhe shqip në story. Nuk merret ma vesh. E kështu që nuk e di cilin drejtim me marr, do të thënë ka cili drejtim me i dhanë. Nëse dona me fol sinqerisht, nëse dona me fol taman, kam ma shumë fitim italisht. Sepse jo, unë se baj për lek, unë se baj për këtë, unë s'postoj për lek, unë s'postoj për fitim, unë postoj për qefin tim. Tani, gjitha kena nis për i qefit, se sinqerisht unë për i qefit e kam pas nis. Pastaj kur filloj u bë punë, hajde më thanë jo po unë s'postoj për lek. Jo po unë se bëj për lek. Sepse tash tu ka bë punë. E nëse tu ka bë punë, a ke me marrë ndaj fitim? A ke me qit diçka ndrit? Po me qit diçka ndrit duhet me punu. Edhe kështu që quhet punë. Tash punë e mirë, e bukur, jo e lodhshme, tanat mira ti ka. Super. Po përse pra punë se një rrogje tu e nxjerr. Kështu që nganjëherë duhet me pa interesin. Me pa veç interesin, për shembull, unë edhe YouTube-in do e kisha kthy italisht, me pas pa veç interesin. Ndërsa te ideja e podcastit kanjëherë them shoh interesin, se me pa interesin fitoj ma shumë që se bëj italisht. Nuk e di qa ke boti, bejna në lajkon te ti. Qa me ba njerëz, mjepni në i këshill, sinqert. A kam dal kukull? A do i ndahem ndonjëherë ngjyrës roz? Si besoj. Vesha si përfundim këtë tjetrën, sepse ajo e bardha ishte pisë edhe se kisha vure. Kështu që ku do shkojnë me atë pjesë. Fillon ajo periudha tani ku makina është e nxehtë edhe zdurohet. Takalli me muzik. Po m'hajnë karamele, po m'hajnë këto Haribo. Timoni nuk rrin drejt se kjo makina ime i ka ca probleme. Jej! Kjo pikpamja shumë e bukur. E për muzika, ku është? Unë e ty me ka një familje. Jeta më të njënë në kom e mlavesh me një kom. Njerës që keshin më shumë të shpirti shumë po ju kanë. Jena gati. Jena gati. Me chiami? Adesso appena mi guarda. Hai presente quel momento qetësie kur ti e sheh kamarierin ose kamarieren duke prit me të pa ato ty edhe intanto ja ke ngursi. Una mandarinata. Sì. Poi la crostata alle fragole con 2 forchette. Sì, la crostatina c'è quella. 2 forchette. Esatto. E poi, cosa che volevi bere te? Ah, uno spritz. Aperol? Sì. Ti portiamo anche qualcosa di salato, 2 patatine, qualcosa. No. Sì. Ok. Ad oggi si pizzano quindi? Sì. E un trancio di pizza, quella pizza focaccia, quella che era con la mortadella. Cos'è che c'è sopra quella salsina? Stracciatella granella di pistacchio. Buono. Stracciatella granella di pistacchio. Va bene, un trancio di Vabbè, scaldata? Di solito. Ah sì. Scaldata leggero. Grazie. Tani po presim ushqimin sepse në fakt kemi ardhur këtu për me ju tregu juve hallet tona. Ja se s'kena halle. Po e besoj as vetë kur e them. Jo kena ardhur këtu me ju tregu se si jemi njoft unë edhe Lisa, sepse Lisa këto kohët e funit ka fillu me dalë nëpër video. Nja 2-3 video Lisa ka paraqit. Edhe ju keni shkruajt në komente si e keni njoft Lisën, sepse ma para Lisa nuk ishte në jetën time. Kjo është pjata e parë. Edhe është një si tip focaccia me mortadella dhe krem parmigiano dhe tanat zezët I ka sipër. Sente il cartuffo. Se unë kam një problem, një ndër. Problemi im është që unë kam qef, masi ta diçka shumë amëlsina, torta, budalliqe, që diçka, nduhet diçka e kripur pastaj. Ndërsa ti,
E ke, kjo e ka kontrario. Do me hangër I herë, krip, Do njëri normal. Kushtë aty? Tash me thanë se ti e normal, këtu jena 2 veta. 1 mbi 2, me thanë 50-50. Quindi mund të jetë 50-50. Komentoni poshtë, a preferoni me hangër diçka të kripur e pastaj të ëmbël, apo preferoni, edhe unë preferoj me hangër diçka të kripur e pastaj të ëmbël. Thjesht pastaj, mas tortës du diçka prap të kripur, se nuk është se nuk e preferoj me hangër si njerëzit normal edhe unë. Edhe tu jam që je normal. Edhe unë jam normal. Ase na thot, dua një gjë të kripur, pastaj një gjë të ëmbël, pastaj prapë një kripur që të kam qenë e kripur. E mrapa thot jam njëri normal, je budall. Sinqerisht, për ka që ha vetën, në e suhe dhe tjetër. Le të themi që kam menu se ishtë tash në foto më duke më priti se fat. Po ti shkove pe mirë mbi një foto. Po pra, mirë që shkova edhe e pash live. Ty të ka gëny fotoja. Që në foto duket më e madhe, që sa e madhe duket. Po në fakt kur e shet çmimin 6 euro një, s'ka si me qenë më e madhe. Mukbang. Ja, po qa kishim njës videon ne? Si dhe njofna. Prit ham njërë. Provojmë këtë mandarinatë një herë, që është një pije me mandarinë, që unë se kisha provua si herë. Sa di e mandarina. Nice. Gjuro! Piace, unë e du me na qëtë sy ziza. Pastaj shihesh e gjami, ka shije tjetër. Buono. Atëherë, në gjëm. Hapi veshët mirë. Si që dim, gjithë botërisht, undava. Qanodhi, që unë postova story në Instagram duke tregu që undava. Paka shumë një muj mas ndarjes. Edhe me komenton një vajzë, Silvia, që tash është shoqe imja, edhe më shkruan, jeni tu lan nam. Do me tha, nuk e maj men fix se qam ka shkrujt, me hynë është atë qati edhe mund të gjej fix se qam ka shkrujt, por ishte diçka në përbazat si kur jeni duke bo për fam, po jeni duke bo për fam edhe... Si, as këtë pëzi që po bëni kot. Po e bëni kot, pse ju këshu që merreni me rrjetet sociale, pse i bëni këto sene për fam, edhe unë ja ktheva me edukat, si që kthej gjithkujt që... Kata jotëm. Me edukatën time, që i thash, shiko se nuk është për fam, është me të vërtet, me thanë, është tamani, mi nda me të vërtet, nuk jena të bë pralla. Edhe pasaj se si, qysh, tek, lindi muhabeti me Silvia, as vet nuk e di. E ja nisëm të folë pastaj pak. Folëm disa ko, edhe më tha një dit, ndrum numrat, më falë. Edhe më thot një dit, apo vjen e dalim. Okej, thashun, edhe ram dakord, unë edhe Silvia me dalë. Ajo më ka pas folë për ty, se Silvia e njeh Lisën. Më ka pas folë për Lisën, ka pas thane kam një shoqe edhe unë atje nga zonat e tuja që rrinë Bergamo, besoj se do shkonit mirë me te ane i këtej. Pas një herë dhe me thanë s'ka menu, apo prezentoma, se në fund funit, kujt i plasim. E vërteta. Edhe kështu që vjen puna, që vjen ajo dita që do dilnim, ishte e shtune, edhe më shkruan Silvia me në telefon edhe më thot, shiko pse nuk kalon Bergamo, se kam fol me Lisën, këtë shoqen time, kalon Bergamo e merre edhe atë, po edhe hajde një dyja, unë taksia, e kuptos. Edhe kështu që okej, thash, po shkoj ta marr, isha pak jo në siklet, po kështu si, ma shumë siklet për Lisën, se ajo nuk nje, hiq, edhe, jo, po të pak të nuk nisha me makinën time, në timon veta, kupton, rregull, ndërsa ti ishe me komplet me një person që se nije. Tesin që ke mendu për mu. Po, drit. Edhe kështu që e menova për Lisën këtë rast. Edhe tani kur Silvia na thot që vjen Arsola me të marrë, i them që është kjo dhe Silvia na merr video call. Po, dalim të treja Të treja bashkë me thënë që një feshim para se të vinte. Dhe tani, duke qenë se ne do bënim 1 orë e gjysmë rrugë për të shkuar dhe 1 orë e gjysmë në shtëpi. Do me thënë, nuk e pyes Arsolën si e ke emrin, si atë Zero. Dhe as kam ditë gjë hiç për të. I them, qa muzike në gjohë? Se kena rrugë gjatë. Po se rruga vërtet e gjatë e kjo kishte halli se qa muzike do n'gjojmë. Po, se imagjino Vërtet, muzikë klasike. Gjë Mozart.
edhe me vërtet i gjojmë Edhe gjithë. po, e vërtet, kemi të njëjtat shije edhe muzikore, kështu që jemi në rregull nga ai aspekt. Shkoj unë me Marlisën. Jo para, se më shkruan Lisa në privat, jo të grupi që kishte bo Silvia, edhe më thot, po ti qa ke vesh? Unë i nisi video se qa kisha vesh, e kisha një bluzë bardhë në duket, pantallonat e zeza dhe një gjaket bardhë. Edhe ja nisi dhe me thanë kësaj, edhe kjo më thotë, maj men që the, po ti qenë ke shumë e bukur, o diçka tjetër më ke thënë. Jam njëri mirë, prandaj. Shkova unë me e marrë, edhe për shtypja 3 sekondat e para, se këtë nuk ja kemi thënë njëra tjetrës më duket, për shtypjen e parë. Për shtypja që kisha e parë për Lisën ishte, dhe me thënë jo negative, po menova nuk do shkojmë dakord dhe aq. Po, sepse ti hype makine dhe të thjesht e maj men të rëgjure, maj men si me qenë tani, ndjesin që ti hype makine dhe the, ciao. Dhe me thënë isha komplet kështu si ti beftot, ciao. Edhe unë, Qa ciao. të duhet në qafë? Jo, po pak ma buzëqeshur, Ciao, entuziastë. Ec me mosa Ciao. në ke. Ma jo, tash e kam kuptu që është Lisa kështu se edhe tash kur hyp makinë, ciao. Ciao. Pra po jam simpatika. Si dopo. Dopo po. Mas pak kohësh bëhet funny. No, però kur hypi makinë pastaj edhe filloi duke duke na vu muzikë, po më tha unë e ngjoj shumë noizin, e kam shumë qef noizin, a ne i këtej, filloi të na vu muzikë, e fillum të bëmë muhabete. Ja nisi pastaj direkt u qa hallet nga mathellat. Që do me thënë, as gjysë orës kishëm që shimë njohë. Po, e vërtet. Qa halë, do me thënë me fisë e fare fisë. Nuk e di. Ndërkohë që si di akoma emrin se s'ja memorizoja do. E vërtet. Edhe kohët e para të se di këtë, o përse të paga më të nësë. Tipo, javën e parë ose 2 javët e para, Arsolën e kisha lënë, do me thënë, të regjistrume në telefon me emër dhe mbi emër, si që ka në TikTok e këto, sepse nuk jam marrë do të më ndemrin. Do me thënë, duke më vërte emër me vështirë për të mbajtë S'ke faj. S'ka me di. S'ke faj Arsola. Ti të pak të Lisa. I në rregull. Elisa. Elisa, për ata që se din. Dhe ti një apo më ta hëngri fragun? Merre, haje gjithë, dhe me thënë. Ma daj, ma così mi lasci lo spazio vuoto. Nëse pra, kështu ishte historia jonë që jemi njoftë. Që mos na zërta jo ditë. Mallkuar qoftë. Si Lisa më shkruan, si e, jam shoqja e Silvias, më tha për të ikur në Piacenza. Jam Lisa. Hej, edhe unë i shkruajta sa të kisha nis ftesë në Insta. E kjo më thot se kam pa fare. E unë menova as nuk kam me ma kthy hiç. Edhe unë i shkruaj, thashtë të shkruaj që të me qosh adresën se më tha Bergamo Silvia, por jo fix. Edhe pasaj m'ja nisi Lisa. Zemra, unë për 10 minuta jam gati. Edhe mrapa më thuja me ftot. Edhe unë nuk besoj se vono jam gati, super më thuj kur të nisesh, a ke karikus? Sempre. Nuk e mbaj mendi, thash, duhet ta shon makinë, lere s'ka gjë mos e vrit mendjen. Unë jam gati, po non sono vestita, nuk jam mirë, nuk jam vesh mirë. Edhe unë i nisa se si jam vesh. Edhe më thot, të betohem je shumë e bukur. Edhe verita. Në 4 të mëngjesit e kam qurë shtëpi pastaj. Je më e mira, thanks, sepse unë i thash mos harro lentet. Unë thash të lentet. A ti të lentet? Arsona thonë kisha kisha bën lentet lentet, në sy. edhe më tha, kur të shkoj në shtëpi, inshallah nuk i harroj të i heq. Edhe unë kur erdha në shtëpi, i thash, mos harro të heqësh lentet. Esatto. Edhe Qa unë i thash je njeriu më e jam, me kjo mira. vot jeftot. Kjo më thot faleminderit për gjitha për seratën kështu. Faleminderit ti. Edhe të nesër me 11 më shkruan o dritë. Buongiorno. Kështu pra, histori. Shishi. Mos vërtet, Muhabete. shumë muhabeti. Hajde gëzuar. Hajde gëzuar. Allora, ne amaro. Che va bene. Però mi sa proprio di acqua. No, ma che acqua? Che schifo. No, ma perché io lo odio lo spritz a Magari c'è prescindere. acqua. Se unë e kam probleme me masit. Piamo shumë però. No. Ishte një tekulli aty mrena.
Tani kemi porosit Tani unë tash ashtu cheesecake. do marrim këto. Jo, më shumë. Më shumë. Po si di që jam kanë kap syt i shosenet më të mëdha se që janë. Edhe tani do provojmë këtë cheesecake-un. Thank you. Cheesecake me lampone, si quhet lampone shqip, atë se merre vesh. Pritës po më vjen. Fruti kush pylli? Ai fruti ku? Da jo moj, jo. Manafere kuqe. Rob, kush më marrin zë të sopirni? Buono. Jo, shokata. No, vabbè. Që si përfundim sot ashtu l'Angeli pa shjetë kripur do, po si e mori ullin. Një do fjangëre. Shko kërkoj ullin. E kisha lënë tek ulli, aposta për këtë dolce. Se tha do ha, edhe do kam një ullin. Edhe këj kur erdi që edha porosin, tha po i marrë këtë pjatat, edhe unë po se dita se po i marrë gjitha. Të mori gjitha. Se la pa ullin. Jam përsërit e Sofia, edhe sot po du me i shpjegu disa shprehje, se unë e kam pas hedhë edhe në story këtë që kur të shtin dikush për shembull do me thane vërtet, edhe tani du me ja shpjegu, sidomos sepse më bëni një pyetje dhe i thash që po dukem fallxhore, do me thanë që shoh filxhan, e tash du me ja shpjegu. Cosa vuol dire questa cosa che stavo dicendo? Cioè, tipo che appunto non leggo la tazzina, sai perché si usa? Perché in Albania si beveva questo caffè, cioè si beve ancora. Caffè persiano. Allora, è turco da noi. Ah, turco, scusa. Vabbè. Che è My quello bad. che tipo lascia la cosa schifosa, Sì. l'impasto sotto, Sì. no? Tu lo bevi e poi cade tutto l'impasto. Poi quando tu lo giri, questo impasto che è finito il caffè, fa tipo dei tratteggi, cioè nel senso scende. Quando giri cade questa cosa e poi cioè, fa una specie di segno. E quindi si legge la tazza per predire il futuro. Per quello che io ti ho detto, cosa ti sembra che leggo le tazze? Non so leggere le tazze. E invece sai che avevo messo nella storia di Instagram quella cosa lì che tu mi hai detto spiegazioni? Sì, che non me l'hai dato. Non ti ho dato spiegazioni, non che camdan spiegime. Allora, in pratica funziona così, che se io e te stiamo parlando e magari io ti sto dicendo una cosa e tu starnutisci, vuol dire che quello che ho detto è vero. Ah. Oppure io e te e lei stiamo parlando Ah. e io dico una cosa e lei starnutisce, allora ho detto la verità, perché ha starnutito, mentre io dicevo un dato di fatto a quanto pare. Wow. Magic. Cioè, perché casualmente viene da starnutire a quanto pare quando qualcuno dice la verità. Come si dice salute quando uno starnutisce? Bless you. No, si dice, a te, in teoria si direbbe scendet, Ah. però noi diciamo schnet, perché tipo Schnet? c'è il nostro dialetto, Ah. schnet. Che Schnet, significa? salute, Ah, ok. Schnell. schnet. È semplice. Ed io ti rispondo schnet pac, che significa che tu abbia salute, anche tu. Cioè noi in Albania, poi vedi quanto siamo avanti, non siamo come in Italia che dico salute, grazie. Tutto per No, me. Tutto per me. Tutto per me. Ti dico salute, salute anche a te. Cosa ti avevo insegnato? Ui. Ma poi cosa ti avevo insegnato a dire mi chiamo Sofia? Un vuoto totale. Sofia. Sofia. Un chuhem Sofia. Serio? Un chuhem Un chuhem. Sofia. Un chuhem Sofia. Oppure un yam Sofia. Un yam. Un yam, io sono Sofia. Cioè tipo un yam. Un yam Sofia. Un yam Sofia. E poi ti avevo detto di dire quanti anni hai, tipo... Sì, ma è troppo difficile il Sì, numero. era pesem diet. No, perché adesso ne hai fatti Adesso sono 16. 16, sono ben vecchia. Gjashtem diet. Un jam 16 vjeçe. Un yam? 16. Gi- 16. 16, brava, puoi anche tagliare, perché appunto, cioè, nei vari dialetti tagliamo, è proprio Cioè non esiste una lingua. perfetto sarebbe da dire 16. Ah. Ma noi diciamo 16. Cioè non c'è la B, senti ho tolto la B. Ah. 16. Justin Diet.
Unë jam 16 vjeqe. Unë jam 16 vjeqe. No. Adesso ha. Mangia. Ha. Po i jap mësim, edhe shi qa po i mësoj. Mos e vini re se si e kam shkruajt, se e kam shkruajt ashtu si do lexohej italisht. Dhi e zgjebosur e bishtin përpjet. E Sofia, tu unë me mësu. Po du me jam mësu këtë fjali, sepse kur ka pa videon time në TikTokun tim italian me shprehjet, i kam pas tregu edhe ca shprehje tjera, si për shembull dhi e zgjebosur dhe bishtin përpjet. Edhe tani u ka fiksue dhe rrin të ma than italisht. Capretta con le pulci e la coda in aria. Edhe unë i thash, mirë do ishte me mësu se si thuhet shqip. E tani po munona me jam mësu. Daj, dhi e zgjebosur, leggilo. Leggilo che c'ha puoi fare. C'è tutto storto. No! Vai. Dhi e ma è storto. Dhi e zgjebosur. Dhi e zgjebosur. Brava. Bosur. E Bishtin. bishtin Per- përpjet. 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 Brava! Adesso dillo di nuovo. Ce la puoi fare. Dhi e zgjebosur e bishtin përpjet. Brava! Tu e kemi dhinë e zgjebosur me bishtin përpjet. Ditë e re ka marrë në supermarket. Normal që kanë fillu me dalë senet për Pashkët. Edhe unë këtë vit doja bëj dhuratën, do me thënë doja bëj dhuratë vetes, vezën e pashve. Ose do i them mamit ma bëj ti dhuratë, ose vllajt. Ose ju ma bëni ju dhuratë i vezë Pashkash. Bëj shaka se ka marrë sot. Ua! No, vabbè. E du. Ua! Edhe ka një qese me çokolata, këtu sa kushton kjo? 9 euro. Rri aty ku je si e mirë. 9 euro për një dele. E se porosis në Amazon, ma lirë. Ka marrë për me ble ushqimin e maceve. Nuk e qenë ka edhe në ofert. Kështu në pëlqen. Mduket se jo. Mduket se e pas... No, qenë ka në ofert, okej, super. Që mund të marrë furnizim. Tani do ju prezentoj dy shoqet mia. Janica. Ciao. Janica do ta bëjmë shqiptare. Sepse Jam Janica... bulgare. Bulgare! Qa di me thënë tjetër shqip? Arrova, cos'altro sai dire in albanese? O shpirti. O shpirti! Ciao babon. Basta. Ujeti. Kush do paguaj sot? O judi. Kush do paguaj sot? Ja, këtë din kush do paguaj sot. Kush do paguaj sot? Ki Pa, paga? pagoj unë për goca. Pero Janica nuk është shqiptare, ma do t'ju hedh këtu një fragment videoje kur hedh valle, që duket tamam shqiptare. Susja, zysha, e ke pak ftyrë, mungoj syzet. Ve shumë dytësi, shumë classy. Unë e Coca-Cola e ti Pepsi. No, njerës hyna të kjo Tali Wayne me shoqet edhe shi ka këtë gjupin roz perfekt. Kjo është roza perfekte të lo gjuro. Gjuro. Plus na kanë vu butrin til tash këtu. Lale. Si ma 25 euro ky sen? Qyqë, amigos.